Të nderuar miq, përshëndetje dhe mirë se takohemi në podcastin e rallës Zgjidhja të Forumit Shqiptar. Jam shumë i lumtur që pas një cikli të suksesshëm të Akademisë Politike kemi arritur që një numër të konsideruar të rinjesh ti motivojnë të jenë pjesë e historisë, ti motivojnë të jenë pjesë e këtij projekti që kemi thënë se është një nga projektet më të rëndësishme të Forumit Shqiptar. Investimin e rini është investimi i duhur, është investim që duhet çdo shoqëri të bëjë, sepse rinia është e ardhmja jonë. Unë kam kënaqësi të veçantë të prezantoj dy të rinj, sot dy shqiptar nga Tuzi, zonjën Hana Luka dhe Albert Pikaj, të cilët janë dy të rinj shumë me perspektivë, dy të rinj, të them kështu, intelektual të nivelit të lartë për faktin se të dy kanë mbaruar shkollat jashtë dhe janë kthyer në vendlindje për të kontribuar. Hana, antropologu më e bukur dhe Alberti historian. Ne do të flasim për disa tema interesante, por në fillim dua një pyetje të njëjtë të babait të dyve. Po filloj nga Hana. Çfarë ju shtyri të studioni jashtë dhe pse u kthyet në vendlindje për të vazhduar punën e kontributin tuaj? Kjo pyetje vlen natyrisht edhe për ju, Albert. Fillimisht faleminderit shumë për thirrjen në podcast, është me të vërtet një mundësi shumë e mirë dhe ju falenderoj shumë. Sa përket kësaj pyetjes, shpesh e kam menduar, posaçërisht tash që jam kthyer këtu në Maltëzi dhe jam duke vepruar. Edhe qëllimi im definitivisht ka qenë se unë kam pas një dëshirë shumë të madhe të dal jashtë dhe ta sprovoj veten në një kalibër me njerëz që absolutisht nuk janë nga rrethi im apo shteti im, por kam dashur thjesht të shoh se si jam unë edhe me njerëzit që janë nga shtete të ndryshme, qofshin ato nga... Ju keni studiuar ku? Kam studiuar në Budapest, në Hungari. Ku keni mbaruar edhe studimet master apo jo? Po, domethënë aty ja nisi si bachelori, e pash që kam krijuar një koneksion, një network të njerëzish dhe vazhdova tash, okay, tani e di edhe ndoshta edhe çfarë dua të studioj për master. Edhe atëherë vazhdova që jam absolutisht e kënaqur me këtë eksperiencën. Unë jam ende në kontakt me gjithë profesorat, të gjithë njerëzit edhe bile ende profesorat e masterit janë duke më shtyr, duke më thënë apliko edhe për një doktoraturë sepse këtu jemi, kështu që ky lloj relacioni ende mbahet. Tash për ka kjo Pse antropologjia? Pse antropologjia? Edhe pse u kthyet në vendlindje, që është një shembull, mendoj unë, i jashtëzakonshëm për gjithë rininë edhe për gjithë vendin. Po tani unë ja fillova me marrëdhënie ndërkombëtare, se kisha një ide që unë si një vajzë e re duhet ndoshta një angazhim politik, edhe ideja ishte angazhim politik përmes marrëdhënieve ndërkombëtare. Po atëherë pastaj sa më shumë hyra në atë studimin edhe materin e politikës, e kuptova që aty në fakt thelbi është qenia dhe njeriu. Antropologjia si shkencë mbi njeriun, thash, okay, ndoshta shans perfekte që ti hy më thellë në tematikën e njeriut. Edhe pastaj antropologjia doli të jetë diçka në fakt edhe si një pasion, sepse unë vazhdoj ende të bëj hulumtime, jam në fakt në proces të publikimit të një artikulli tim që e kam shkruar në një revistë antropologe amerikane, dhe domethënë aty lindi si një dëshirë për domethënë njohurit qenien tonë njerëzore. Edhe natyrën tonë fillimisht. Arsyeja pse vendosa të kthehem ishte se ku më mirë se në vend të vet të kontribuosh. Absolutisht, edhe ndoshta ideja nuk ka qenë edhe aq fort të bëj kontribut, por e dija që në Hungari, në Budapest, isha komplet e kufizuar sepse ti duhet të njohësh gjuhën, ti duhet komplet të asimilohesh në konotacionin e keq të asaj, domethënë të shkrihesh. Kurse këtu është baza, është guri i rënd përshon në vend vetë dhe sa e bukur kjo. Ju ana flisni disa gjuhë tuaja apo jo? Po. Shumë mirë. Një ndërto, domethënë hungarishtën e di pak a shumë, por këto tjerat italishtën, anglishtën edhe shqipen normale edhe gjuhë malazeze, sepse ne gjithë jemi bërë bilingual, unë mendoj se
këtu si pakic, kështu që po, kështu ka qenë eksperienca ime. Deri më tani. Shumë bukur. Tani kalojmë pak te Alberti, i cili pak më afër ka studiuar në Zagreb dhe ka studiuar historinë, apo jo Albert? Po. Ju jeni edhe autor i disa librave, punimeve, natyrisht edhe jeni edhe përkthyes. Çfarë ju shtyri të studioni historinë dhe eksperienca juaj për Zagrebin, natyrisht edhe çfarë ju shtyri të ktheheni në vendlindje për kontribuar. Fillimisht ju përshëndes dhe ju falenderoj për ftesën, kënaqësi të jemi në këtë podcast. Sa i takon studimeve, edhe unë fillimisht si kolegja Hana, kam studiuar marrëdhëniet ndërkombëtare dhe diplomacinë, me një interes përhershëm te politika, edhe natyrisht te historia e politikës. Më pas, me kalimin e kohës, zbulova një pasion për mesjetën, një periudhë shumë e keq kuptuar, por aq edhe interesante, e sidomos për ne shqiptarët ka një domethënie shumë të madhe dhe ideja e kombit, Skënderbeut, edhe gjitha këto bashkë më nxitën të studioj mesjetën. Zagrebi ishte qendra, le të themi kështu, për mua mbase më idealja, një katedrë e njoftur për studimet mesjetare, edhe ato lidhje tradicionale që ekzistojnë edhe midis historiografive, po edhe cilësia natyrisht e studimeve ishte një nga aspektet tjera që mbindën të merrem me të. Me pas duke studiuar arrita të krijoj një farë lloj interdisiplinaritetit dhe të merrem me historinë dhe politike, po në rrashin e mesjetës edhe identitetin arbror. E kthimi në vendlindje ishte i natyrshëm, sepse u nisa me idenë se të kthehem, të provoj të paktën të kontriboj në rast se më jepet mundësia, në rast se jo, si gjithë të tjerët do detyrohesha të shkoj provoj fatin diku tjetër, po ideja për të kthyer ka qenë gjithmonë diçka. A ka pas ndonjë faktor shtesë që u ka shtyr ju të ktheheni në vendlindje, ndonjë faktor stabiliteti apo politika apo ku ta di unë? Po, patjetër. Ndryshimi i statusit të komunës Tuzët fillimisht ka qenë një hap pozitiv. Unë kam qenë i kyçur, siç e dini, politikisht në base mënyrë pasive, po për herë kështu le të themi duke ndjekur. Ndryshimi i statusit të komunës Tuzit ka qenë një shtysë e madhe. U pan se gjërat po fillojnë ndryshojnë për mirë, edhe kjo natyrisht se i ka bërë zgjedhjen më të lehtë dhe më duket kështu më racionale, se në biseda shpeshherë besoj se Hana ka pas këtë përvojë që të njerëzit ta pyesin pse u ktheve. Po absolutisht po njëjtë edhe për mua, edhe them drejtën ka pas një shkas, sepse unë kam qenë non-stop në kontakt edhe kam përcjell lajme çka është ndodhur në Malzi, edhe kur kam biseduar me prindërit mi, më thoshin po situata është shumë më mirë tash në Malzi, mos mendo që s'kemë pas opsione apo shanse, se unë isha me atë mendim se antropologjia, çfarë mund të punoj unë me antropologji, është edhe Edhe për shoqërinë tonë pak e po, edhe gjithkush më pyetë çka është antropologjia në fillim aty. Kështu që u ktheva me atë mendje që e di raste ku njerëzit nga gjenerata ime janë punësuar, janë hap mundësit, edhe për vetë faktin se jemi shumë afër integrimeve evropiane, këtë absolutisht e besoj, domethënë nuk ekziston asnjë do skepticizmi për mua, sepse unë vetë jam tashtu e pa, dhe është para fytyrim domethënë i qartë se jemi gjatë asaj rruge, edhe kjo është gjithçka në fakt çka kërkoja unë. Kjo është arsyeja kryesore pse unë dosha të studioj edhe jashtë. Me pas atë liri, televizjes, akreditimet janë aty, mundësitë, edhe në fakt njoftime me njerëz që mund të shkëmbejmë edhe mendime e opinione të ndryshme. Kjo ishte e gjithë. Natyrisht përvoja për ti natyrisht për t'i bërë edhe në vendin tonë. Përmendi Alberti dhe më nxiti t'u bëj një pyetje shtesë për politikën. Çfarë është politika për ju? Dhe nikosisht çfarë u shtyri të jeni pjesë e akademisë politike? Mund të fillojmë nga Alberti ndoshta. Po, sa i takon politikës, unë që nga studimet, kur kam filluar të lexoj literaturën, sidomos filozofisë politike, më ka tërhequr shumë ai koncepti që mbase sot nuk është vëllaj popullor, definicioni klasik i politikës, që fillon me Aristotelin, ku politika shihet si një art ose shkencë i severisjes një komuniteti për të mirën e përbashkët. Pra jo politika si një koncept modern,
cilin e ka definuar Machiavelli si interes, si diçka negative, që është fatkeqësisht edhe ideja ose koncepti që dominon te njerëzit e zakonshëm, fatkeqësisht mbas edhe në politikë. Nga ana tjetër, do me thonë e mira e përbashkët, si koncepti i dytë që e përdor Aristoteli, po dhe Cicero, filozofi tjetër romak, te koncepti republikan i këtij definicioni si politika si e mira e përbashkët, po se diçka publike, si detyrë të gjithë qytetarëve se të ndërveprojnë në vendin ku jetojnë ata, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel shtetëror, më ka shtyrë se të merrem edhe unë pak me të. Patjetër, duke munduar të jap një kontribut qoftë në rrafshin le të themi kështu mediatik, fillimisht si opinionist ose analist, më pas edhe aktiv në parti politike, duke munduar të bëjmë le të themi një farë lloj diference. E dim shumë mirë se bashkë kemi punuar edhe një manifest politik i cili në fillim dukej se shrak për nivelet tona politike, po mendoj se nevojitet një platformë politike se ta kuptojmë politikën më mirë në konceptin e saj pozitiv dhe jo si diçka negative. Natyrisht ideja dhe duhet që njerëzit e duhur të jenë në politikë, përndryshe do të jenë ata që të paduhurit. Pikërisht, kjo është një ide që e ka thënë vërtet Platoni, një ide shumë e vjetër, ndonë se tingëllon kështu shumë moderne, në rast se nuk merresh në politikë, dikush tjetër do merret në politikë dhe do ta nashkaloj, kështu që politikës u bëj thirrje gjithë trive si të mos i frikojnë politikës. Politika nuk është domosdoshmërisht e keqja apo negative. Ajo që mund të jetë e keqe ose negative ose më mirë domethënë një farë predispozitet ekziston te njerëzit, pasi ne nuk jemi një perfekte. Njëmistar i politikës ose i filozofisë politike anglosaksone, edhe besoj te ai imperfeksionizmi i njeriu dhe i politikës. Kështu se të merret si diçka. Je i kënaqur me Akademinë Politike të Forumit Shqiptar? Patjetër, jam i kënaqur, kemi pasur ligjërues të ndryshëm, duke filluar nga profesor Dr. Henry Çili, i cili merret pikërisht me filozofi politike. Kemi pasur edhe ligjërues të tjerë nga fusha praktike, domethënë e politikës, ministra, zyrtar të ndryshëm, edhe besoj ka qenë një përvojë e veçantë për mua, sidomos duke ditur se kjo ka qenë për mua mbase Akademia e dytë politike po në gjuhën shqipe, tjerat i kam bërë kryesisht në gjuhën angleze ose në gjuhën malazeze, kështu që ka qenë përvojë shumë e veçantë. Faleminderit. Hana? Pëlqeu shumë që e përmende edhe Platonin dhe Aristotelin, se edhe unë jam idhëtare shumë e Platonit, edhe më pëlqejnë konceptet e tija në lidhje me politikë, po unë tash ndoshta do të kapërcej nga ajo periudhë, unë jam më shumë te postmodernizmi, domethënë i besoj këtij definicionit politik të feminizmit, po valja e katërt, jo e para po e dytë, sepse ato janë pak adin të anashkaluara, edhe janë bërë pak demode, tash valja e katërt është aty ku e gjej veten, edhe unë mendoj se ato thonë politika është gjithçka, domethënë përfshin edhe trotuari, i cili është ndërtuar edhe kur zgjohemi në mëngjes, shkojmë blejmë atë kafe. Sjelljet tona. Absolutisht, domethënë vetë krejt marrëdhëniat që e kemi mes njëri tjetrit, në kuptimin edhe marrëdhëniet ekonomike që i kemi me njëri tjetrin, edhe është jashtëzakonisht e lidhur ngushtë me kulturën. Absolutisht, domethënë krejta këto janë politik, edhe kë e vendosim në krye që ai do të na përfundojë trotuarin, do të na rregullojë rrugën përpara. Edhe kjo është politik, sepse nëse vendosim njeriu që e din, e kupton me urgjencë se nevojat bazike janë të domosdoshme dhe duhet të ekzistojnë, atëherë kjo është absolutisht politike, edhe normal pajtohem, edhe domethënë sjellja me njëri tjetrin, edhe ajo është një formë politike, sepse ne krijojmë një kulturë. Kjo është sa i përket domethënë se si e shoh unë politikën, mendoj se çdo gjë është politik. Sa i përket edhe nuk e shoh si kështu në konotacion të keq, se ne në Ballkan është njoftun politikan, domethënë mashtron njerëz, por nuk është e vërtet. Tash ja kemi nisë me ndryshua ky lloj prezence që ka qenë më përpara, edhe e shohim që ka një val ku edhe politikanët tanë janë të frymëzuar, të ndryshojnë edhe të kontribuojnë në mënyrë të vërtetë. Tash, sa i përket Akademisë Politike, unë mendoj se ka qenë një iniciativë shumë e mirë, se për mua si një observuese, si një antropologe, unë për herë të parë i pash rinin ton, cilët tash për shembull unë jam Gen Z, po e kanë folur shumë se Gen Z, po tash Gen Alpha është ajo që ka marrë kryesi, ose ata janë që
po vinë së shpejti në treg të punës. Edhe unë kam observuar se ata ishin të gjithë nuk ishin frikë ta thonë opinionin e vet, ishin komplet full me vetbesim, edhe ajo më pëlqej se domethënë e kishin opinionin e vet të pa trembur. Jo, nuk ishte ajo fare frige se mos po thom diçka edhe po keq kuptohet, por absolutisht me një vetbesim total. Edhe kjo më ka pëlqyer sepse më përpara nuk e kam vrejt. Për shembull me gjeneratën tonë deri diku ekziston ajo, por gjeneratat e reja do të jenë shumë më sfiduese për politikanët e radhës, edhe kjo është mirë për demokracinë. Absolutisht, kjo është shumë pozitive sepse ne që merrem politikë dhe që jemi në pozita të rëndësishme, është shumë rëndësi që të marrim feedback-un ashtu siç duhet. Rinia është, mendoj, se fryma, edhe jo vetëm se është e ardhmë, por është fryma më e shëndoshë dhe thot atë çfarë mendon edhe se si e sheh. Po, patjetër, edhe duhet t'i ndëgjojmë. Natyrisht. Kjo ka qenë edhe qëllimi jonë, unë sinqerisht jam jashtëzakonisht i lumtur si një nga ideatorët e kësaj akademi politike, që kom njoftuar rini të jashtëzakonshme dhe them me plot bindje se Malësia dhe kombi shqiptar ka një tarme të jashtëzakonshme. Çfarë kishte me qenë mesazhi juve edhe në lidhje me akademinë politike, edhe në lidhje me rinin tonë në përgjithësi? Që mund t'je fillojmë nga ty, Hana? Mesazhi është, unë mendoj se ne jemi një farë rrugë të drejtë. Mendoj se vetëm duhet të vazhdojmë me këtë hap si e kemi. Ne në fakt shqiptarët e Malizzi është edhe një dozë ndoshta ai lloj ideja ndoshta e inferioriteti sepse jemi populli i Pakicës, por duhet ta anashkalojmë ato edhe vetëm të ecim përpara sepse absolutisht ajo nuk duhet të na vinë ndërmendje. E unë pesho se me gjeneratat e reja as nuk e kanë këtë ndjenjë. Kështu që vetëm përpara sa e përket kësaj, jemi absolutisht të njëjtit rang, ndoshta edhe. Përmendet edhe ju, kjo është shumë rëndësishme që ne në çdo situatë që në mundësia ne kemi dëshmuar, pra thatë edhe ju në nivel evropian, jo në Maltezi. Absolutisht edhe kjo me të vërtet dëshmohet. Ne si Pakic me të vërtet ka plot në për çdo universitet janë më të mirë studenta, janë duke dhënë kontributin e tyre, edhe janë duke u përfshirë, janë duke u integruar pa këtë asimilim. Normal, e mësojnë gjuhën, e din, po e mbajnë identitetin e vet, edhe kjo më duket se është mesazh shumë i mirë që të vazhdojmë me këtë hap. Edhe mos të rikthehemi mrapa, edhe nëse dikush fyen mbas të këtyne se ka, nuk është që s'ka. Tjetër është se si, nëse për shembull ne jemi nëpër institucioni, tjetër është në rrugë se si të trajtojnë, se edhe këtë kam dashur me cek se nuk është që ma diskriminim nuk ekziston, nuk ka. Kjo është e përjetshme. Unë vetë e përjetoj, e kam përjetuar edhe shpesh ndodh, Kjo do të ndodh në tarme ku do të Alberti. Kjo është problemi i përjetshëm i njerëzimit, si themi kështu. Po ka mundësi, po tash edhe ndoshta një mekanizma tjetër, nuk është që menjëherë ofendohemi edhe rrim të qetë, por përgjigjemi me një lloj dinjiteti tonë. Është më rëndësishme që ne të kemi ndërgjegjen e pastër, sidomos rinja, të kemi ndërgjegjen e pastër të dinë se është në rrugë të drejtë dhe të dinë se nuk ja ka hangër hakun askujt. Kjo është me qëllim, dhe qëllimi është që rinia të jetë shumë vizionare në aspektin të përshtatet natyrisht me standardet, por që dija është ajo që duhet investojmë gjithë kohën dhe natyrisht të gjithat vinë. Unë shumë pajtom, domethënë dituria, investimi në dituri është numër 1 sepse ajo është vetëm gjë që dikush nuk mundet me ta marrë. Edhe nuk është as diçka që mund të akumulohet, edhe është e juaj, tash s'ka kush, po sa më shumë dituri, aq më mirë për ju se mendoj se është një armë më e mira që mund të ekzistua. Një proces i vazhdueshëm. Po, edhe një proces i vazhdueshëm. Albert, sa i takon mesazhi im do mbetet i njëjtë, siç e thash më herët, i ftoj të rit që të mos frigohen nga politika, të mos frigohen nga jeta, të marrin iniciativat në cilat besojnë, të studiojnë, le të luftojnë, pasi bota mund ndryshohet. Kjo nuk është të thënë se duhet do mund ndryshojmë base Europën apo kontinentin apo ku ta diun, po ndryshimet fillojnë nga vendlindja jonë, nga rrethi, nga fshati, nga qyteti, edhe më pas pse jo edhe shteti ku jetojnë. Do të besojnë të kenë disa parimet, nisen nga parimet, politika është mundësi, është art, me vlera, me vepra, me besim. Vlerat e duhura
çdo gjë e mirë mund të rrihet. Shumë faleminderit për prezencën tuaj, ishte kënaqësi e veçantë që ju kisha. Ishte kënaqësia jonë, kjo ishte një Sot, bisedë unë mësova fantastike. unë mësova shumë nga ju dhe mesazhi është mendoj se shumë i qartë dhe shumë i bukur për jo vetëm për rinin, po për të gjithë opinionin se ju jeni ata që ne na frymëzon edhe më shumë ti për të punuar edhe më mirë, për të ndryshuar gabimet që në të ardhmen, të jeni ju ata që na zëvendësoni sa më parë më mirë. Faleminderit për ftesën, kënaqësi të bashkëbisedonim. Faleminderit shumë edhe një herë. Të nderuar miq, ky ishte podcasti i Rallës me Hanën dhe Albertin, dy të rinj tonë të jashtëzakonshëm. Shihemi në podcastin tjetër. Faleminderit.